Keni erë të keqe në gojë kur zgjoheni në mëngjes, eksperti zbulon shkakun. Era e keqe e gojës në mëngjes është plotësisht normale dhe ndodh me shumicën prej nesh, mirë po kjo është pak e parahatshme kur dikush special përpiqet t'ju zgjojë me një puthje. Gjatë orëve që jeni zgjuar, përshtyma juaj ndihmon në largimin e baktereve, por ndërsa ju flini, goja juaj thahet dhe ka pak përshtym për të larguar bakteret. Çdo kush mundet që të ketë erë të keqe të gojës në mëngjes, sepse që të gjithë ne kemi baktere në gojën tonë, por në fakt disa njerëz e përkeqësojnë atë sepse kanë squfur që kolonizon dorsumin, pjesën e sipërme të gjuhës, dhe këto baktere kanë erë të keqe dhe shumë herë më të fortë.